Shikoja për shembull sot gjendjen e muslimanëve. Edhe në vendin tonë. Pejgamberi i tyre ka vdek, i dërguar i tyre ka vdek, e në buzë ka pas fjalë namaze. Dhe sa nga ata që i përkasin kësaj feje, janë musliman, por nuk janë të kujdesshëm për namazin. Nuk e falë namazin. Si është dashur me u duk kjo xhami tash sabah në raport me ata që me numrin e atyre që thonin na musliman? Nuk është dashur me nxon xhamia, apo? Ka se namazi është ka thjesht elementare. Nëse nuk falemi, çka bëjmë më shumë për këtë fe? Nëse namaz nuk i rrim gati, e çka fit kemë të gati në këtë fe? Prandaj edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka kushtuar vëmendje të madhe namazit, nga se thash kujdesi për të fillon tek falja e tij fillimisht. E falën kupton kujdesi për kohën. Në kohë me e fal. Ka dikush e fal namazin por i fal kaza. Smujta valla me fal. Sot e çka bën? Tani njësi ku shkon të ketë me ranja njësë mi falë, me dreke, me ikindi, me akshame. Çfarë namazë e kështu vëllai? Namazë është blim kohën e vetë, gjej 5 minuta, falë namazën. Kujdeset për kohën e ti. Gjithashtu mundohu maksimisht me u kujdeset për vendfaljen, e që është xhamia, namazën me xhamat, sa të ke mundësi. Normalisht njeriu qëllon ka një udhëtim, është larg, është i smut, ka arsëtime. Mirë, po mundohu maksimalisht me fal namazin me xhamat. Nga se edhe puna bëhet me xhamat. Cili njëri thot për shemb punon në shtëpi, rrallëm këtë punë, e unë ta bëj rrogën të shtëpia aty. A do më punësu po, do të më marrën punë. Këtu është vani punës. Këç shkon në punë, pse? Po çto xhamati i punës. Ti këtë punë, ai këtë punë kështu për radhë. Po edhe kjo është punë. Xhamati këtu e kryen punën e vet në xhami. Andaj kujdesu për xhamatin, kujdesu për kohën, kujdesu për formën e namazit. Në aspektin fillimisht të brendshëm, apo aspekti i brendshëm, përjetoj namazin, kuptoj se ke dalë për Allahut mënduar, mundohu që ti njohësh për kthimin e lutjeve që i thu, apo që me di çka po i thosh Allahut, çka po kërkon prej tij. Alhamdulillah tash ka libra që ta kanë përkthy edhe tehiyatin, edhe salavatet, edhe duat, edhe surën Fatiha, për me di çka po do të dini këtë namaz, me përjetu. Por kujdesu edhe për formën e jashtme. Sa njëri falet e 100 kruhet, apëta. Qëfar formë është kja, apëta? Këshyr anash, poshtë e përpjet. Qëfar kujdesi është kë? Lëviz namaz, drejsh tesha. Njëri kur delë për Allah, s'ka me lëviz mua, apëta. Me është zori, kajle qëtin, pak njëri, me pas një farloj. Njëri në kone, Omerit, radiallahu anhu, duke u fal, krujo, duke u fal, ndëshe mungë, duke u fal, që ka më mire, radiallahu për to? Ka thonë, të kish pas zemrën e përullu namaz, ishin përullu dhe gjymtyrt, po zemrën e për i shetit, kanë fillu dhe gjymtyrt tani me i shetit, normal, si nuk është e mbrenshme e koncentruar, tani gjymtyrt i haran dhe një cilën e qasë kesh mërë Allah, haran, ka ere ka njerë që nuk din imami që ka kënej namaz, qa që i ka metër të ruma, andaj, kujdesi për namaz në kupton, kujdesin për formën e ti të brendshme, të jashtme, kujdeso, që kur shet dikush që e lidh për Allah xhallahu ala me të vërtet, e pa se që ky njeri është në gjendje tjetër, nuk ka ky bash thjesht veç i drejtuar ka diçka apo. A dini se ka për dietarë që e kanë përmend se nëse njeriu duke u fal bën aq shumë lëvizje, saqë dikush për jashtë nuk e ka përshtypjen se po falet, thotë ky s'ka namaz. Çfarë namazi ky? Dikush me pa për jashtë, mos ka falë pse? Po që ishin po kruhet. S'është mundësi, apo që i qenë lëvizje, s'ka ka namaz, kjo ka tunet të prit. Kujdes për namaz. Kujdes për namaz. Pastaj gjithashtu kujdes për namaz i bjen që mundohu sa më shumë të fal namaz. Sikur që ke përmend, nganjëherë për shembull ndodh që dikush marr në xhami, ezani 2 minuta ose 3 minuta, rrin kom. Pse po rrin kom? Por 1 minutë, po 2 minuta e nxën një recat, 2 recate. Nëse pak më e gut e kryen komplet namazin. Nuk është porosia e Muhamedit sot me rrin kom. Falu, pa ku falë të të shpia, po falë në file, no, xhamia për që të punë është, nëse në xhami s'falesh, ku falesh? Falu sa të mund është falu, nga se vallaj 2 recate, ka më të dukë në ahiret më të mira se këtë dynjer me ta falë, apëta. Muhamedi s.a.s. ka thonë, kur ka kalu pranë varëve, ka thonë, a dini që ta në varë që ka janë, po të kishin mundësi më ngritë, qëfar do të kërkanin? Shika,
pranë varave ka thonë, i ka thonë ashabëve ti, që ta me pas mundësi më uqu, qka kësë me kërku? Zime e Rasulullah. Në mësa, ka thonë gjëja, shikoni, ngëja vëllai dashur, ngëja. Ka thonë gjëja më e dashur për këta është më uqu mi falë 2 rekate. Krejti këshin jam, veç me pas mundësi më uqu dhe 2 me i falë, veç edhe për 2. Se ka për 2 rekate jetë njëri keq. Kur vjen puna e peshorës, veç edhe 2 me i pas, 7 apëtën. Dhe i falë o vëlla, falë, e ke falë së falë namaz. Sa rrinë kom, sa rrinë të bu muhabet, sa rrinë të bu... Falë, sa të ki mundë si rrinë gjami. Ose nga një për shembull dikush del për gjamis, edhe as nuk shkon punë, as nuk rrinë gjami. Për shembull kalot kohë gjatë të nejtë në obor të gjamis. Falë vëlla, po dhikër në gjami, ose shko kërë një punë caktume. Nga se nuk kemi kohë për me humbë, nuk kemi kohë me humbë. Për shembull, një muhabet që e bën për jashtë, vallahi mrin me i fal jo 2, 4 rekate me i fal në xhami. S'është më përshtatshme më mirë. Dhe që kjo është e sala, për shkak ka vdek pejgamberi tonë, kujdesu për namaz. Sa që për shembull që njëri e kontrollon vetën e tij, jo që kemi mungesë nafile. Po ndoshta edhe sunetëve të namazit sunet gati sa duhet. Hajde se fali më vonë, hajde se fali apo kur është shkoj sunet e drekës apo. Shkoj i akşamit, shkoj i acis. Ai kujdesu për sunetet e Allah, kujdesu. Ase ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush i fal 12 rekate nafile gjatë ditës së qenë sunetet e namazit, kush kujdeset për to, Allahu ja ndërton një shtëpi në xhenet. Sa i njëri një shtëpi në dunja me ndrejtë Allah, edhe dunja s'është e punë. Para mendo ti i fal 12 rekate, respektivisht i rrin gati suneteve të namazit, Allahu të ndërton një shtëpi në xhenet. As ki hesaba? Prandaj dua të them që namazi nuk është i falën 5 vakte. Po, ku i falti? E çush i falti? Çfarë ndikimi ka? Andaj gjithmonë kena çka me investu namaz. Fal namaz, sa të mundesh. Fal namaz, nafile, në shpejtu nejt. Por është kohrave kur s'ban mu fal rujet në kohrave normal. E po përgjithsisht falu vëlla. Ebu Hurera radiallahu anhu thuhet për ta, është abia njëri pejgamberi. Si e ka falë akshamin, deri sa ka hi e zani acis, nuk është nalë të falë në fila në gjemi. Ka 2 rekate, ka 2 rekate. Pse mos me falë? Për shembull tash ku akshamit është e acis të ngushtu. S'ki në i punë, sa rrinë bën muhabet, bën zhurëm dikun, shkan hub vakt, rivla falu. Falë namaz. Nëse nuk ka punë më të mirë që ki mund si me bo, se namazë. Për këtë arsye ka thonë pejgamberi es-sala, namaz. Gjithashtu për namaz ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kuptimin e asaj që na ka porosit është edhe ndikimi i këtij namazi. Ku është ndikimi? Përmirësimin e gjuhës, syve, veshëve, durve, jetës përgjithësi. Namazi këtë rol e ka. Qysh ka mundësi muslimani falet edhe rran. Ku është ndikimi i namazit? Ku është kjo? Sikur se për shembull, një njeri ka kryer shkollë të madhe, ka tituj, për shembull, fakulteta, magjistra, profesor, doktora, çka do ka tituj, edhe bën punë të këqija, të liga. Çka thonë populli? Po ku e ka atë shkollë më rrallë ky njeri atë? Apo çuditë gjysh me ton këtë shkollë i bën këtë punë, çuditë njerëz. Po ku e ka atë shkollë Allah? Andaj edhe themi vetë, po ku e kimë Allah të namaz që pe fal? Ku është të namaz? Po qysh mashtron muslimani Allah, qysh mashtron? Po qysh rran muslimani i fal 5 vakte, edhe po qysh e bën këtë punë? E shumë punë tira të liga që mund t'i bën muslimani. Edhe që ka që i bojnë fatkeqësisht me bajt fjalë, me shpife, me akuzue, 100 zeza me i bën. Plus asaj është falet xhamia. Subhanallah. E ku është namazi Allah? Pse po për kë po falesh Allah? Po sepse po falesh. Ndaj ndikimi i namazit në edukatën tonë, në mirësjelljen tonë, në formimin tonë. Këti ka pas përshtim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, namazi. E shumë të tjera që mund të flitin për namazin. Prandaj vetëm me këtë kuptim namazit mund t'i marrim edhe shpëlimet e mëdha që Allah i ka përgatitur për namazin. Allah i nderuar, nuk është punë e thjeshtë. Krejt obligime që i kemi ndaj Allahut, ndaj njerëzve, ndaj fesë, ndaj vendit, krejt obligimet janë shpallë në tokë. Muhamedi ka qenë tokë
i ka ardhur Gjibrili, ka thonë Allahu po ta shpall kët, Allahu po ta shpall kët. Përveç namazit. Namazi është bërë obligim në qiell. Kur ka udhëtu pejgamberi sa thonë udhëtimin e një orë në Isra dhe Miraj, apo kur ka udhëtu çat herë është bërë obligim namazi, e ka veçuar Allah nga gjitha veprat tjera. Për shkak të vlerës së madhe që ka. Por kjo arrihet kur ne kujdesemi, ama me plot kuptimin e fjalës kujdes për namazin ton. Çdo aspekt. Çdo aspekt.